Me rastin e 113 vjetorit themelimit policisë së shtetit në ambientet e drejtorisë vendore të policisë në Korçë, u zhvillua ceremonia e nderimit të flamurit. Në këtë aktivitet zëvendës drejtori për rendin dhe sigurinë publike, drejtues Lorenz Shehu, përcolli mesazhin përshëndetës të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtuesit madhor Ilir Proda, duke vënë theksin tek angazhimi dhe kontributi i strukturave të policisë në ruajtjen e rendit e sigurisë publike. Gëzuar 113 vjetorin e policisë së shtetit. Në 113 vjetorin e krijimit të policisë së shtetit, shpreh mirënjohjen më të thellë për gjithë punonjësit e policisë për përkushtimin dhe sakrificën e tyre të përditshme në shërbim të rendit, ligjit dhe sigurisë publike. Lavdi dëshmorëve të dheut, nderimi i përjetshëm për dëshmorët e policisë së shtetit që dhanë jetën në krye detyrës, duke lënë pasi trashëgimi, guximi, devotshmërie dhe besnikërie ndaj adheut dhe qytetarëve. Gjatë ceremonisë u vlerësuan me certifikata mirënjohjeje disa punonjës policie, të cilët janë spikatur për profesionalizmin dhe përkushtimin në ushtrimin e detyrës. Certifikatat ju akorduan nën komisar Jurgen Nukes, specialist sektorin për hetimin e krimeve ekonomike e financiare në drejtorinë vendore të policisë në Korçë, inspektor Qazim Hyka, ndihmës specialist në seksionin për hetimin e krimeve në volum pranë komisariatit policisë Pogradec, si dhe nën komisar Mariglen Koros, shef i stacionit policisë kufitare në Kapshtic. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë respekti dhe mirënjohje për punën e përditshme të punonjësve të policisë së shtetit në shërbim të sigurisë publike dhe ligjit.